Në gatishmëri të plot do të jetë policia natën e ndërrimit të viteve për të garantuar rend dhe siguri. Pjesën më të madhe të planit të masave e mban kryeqyteti, ku do të ketë një numër më të madh të efektiveve për shkak të aktiviteteve që priten të zhvillohen në kuadër të festimeve që janë parashikuar sidomos në mesnatë. Në gatishmëri do të jenë të gjitha komisariatet, por ndërkohë janë përfshirë në planin e masave jo vetëm efektive të rendit, por dhe strukturat të tjera policore, agjentet e krimeve, si forcat shqiponja dhe ato speciale të tjerë. Fokusi do të jetë sheshi Skënderbej, zona ish bllokut si dhe zonat e tjera që frekuentohen nga jeta e natës. Në planin e masave janë parashikuar gjithashtu dhe vendosja pikave fikse të kontrollit në hyrje dhe dalje të qytetit, si dhe shtimi patrullimeve të lëvizshme me qëllim parandalimin e veprimtarive të palishme dhe rritjen e sigurisë. Qarkullimi rrugor është një tjetër sektor në gatishmëri, ku janë intensifikuar masat për monitorimin e qarkullimit rrugor nëpërmjet kontrolleve të shtuara, përdorimit të mjeteve inteligjente dhe patrullimeve në akset kryesore urbane dhe interurbane. Kontrollet e rrepta të rrugorës bëhen me qëllim për parandalimin e aksidenteve, pasi kryesisht të rinjt abuzojnë me alkoolin, sidomos këtë natë. Në gatishmëri gjithashtu këto ditë festive ka qenë dhe policia kufitare, sidomos rinasi që mban peshën më të madhe të hyrje-daljeve në vend. Gjatë dhjetorit ka patur një fluks në rritje të fluturimeve dhe të qytetarëve shqiptar dhe të huaj që zgjodhen Shqipërinë për të kaluar festat e fundvitit.